Mirë, kthehemi live në Real Story. Ne në panel me Bart Kadillin dhe me Roland Bekon, është Frok Çumi, mbrëma Frok dhe Martin Leka. Mbrëma Martin. Mbrëma. Kadilli, po e nis me ju, me që temi i lam pak hapësirë më shumë zotët Ali Mehmeti. Kemi qëndrimi Ali Mehmetit është korrekt ose në sak klinik? Sigurisht i rezervuar politik. Steril. Steril, jo, po i rezervuar politik, përsa koha ishte një proces të marrës një mandati për cilin ai ka besim se o ta marri, ose në mënyrën si e kërkoi, ose në mënyrën se si e vetme që ka mbetur legjitime ajo përmes rinumërimit. Megjithatë, kjo nuk shmang temi debatin për moralitetin apo amoralitetin e një partie politike e cila duhet të jetë alternative qeverisjes, praktikisht po e la të për 16 vite në pushtet. Për nis me një parantezë për atë çfarë foli zotëria përpara, unë i mbështes të gjithë llojet e ankimeve në proces, sepse japin besim një procesi që në përgjithësi nuk ka pas kur besim. Nëse ndjekim hallkat institucionale, rrisim besimin publik në proces dhe demaskojmë atë pjesë të procesit që është për t'u demaskuar. Nëse ka shkelje. Nëse del që kanë qenë në rregull, rritet besimi. Nëse ka shkelës, të ndëshkohen dhe përsëri dhe kjo rrit besimin. Kështu që e vlerësoj çdo lloj ankese procesi që ndodh brenda ngrehinës juridike që ne kemi të administrimit zgjedhor. Për pyetjen tjetër pasaj është që tjetër gjë, halli atyre që ndjejnë presionin e abuzimit që mund të bërë ndaj tyre, siç është Ali Mehmeti apo Kalaja e tjerë. Dhe tjetër gjë... Kalat, ose kemi 2 kalat. 2 torat, fiks 2 torat. Kemi 2 torat, e kupton? Tjetër gjë është strategjia... Dhe mbretën e ka për të sejtë not. Strategjia me idenë që ankimet e bëjnë pis procesin. Unë mendoj të kundërtën. Ankimet i bëjnë nder procesit. Dhe strategjia për të blerë kohë dhe për të mbajtur partinë në betejë. Sepse kjo është ideja, pse ankohet Ali Mehmeti dhe pse ankohet Berisha? Për të mbajtur në betejë partinë, që në betejë funksionon ligji ushtarak, ti s'mund as të pyesish është i drejt urdhri, duhet ta zbatosh. Vetëm i gjym, e para. Dhe bile mundësisht të vritesh sa më shpejt nëse ke ndonjë çik dyshime, ke drejtësia e luftës e gjëra të tilla. Herojt vdesin para. Po. Ky është qëllimi sot. Që të arrish shtatori, pastaj në shtator do djegim karike. Por ama do pranoj mandatet. Dhe këtu është amoraliteti... Po mandatet janë të pranuara, janë të gëzuar me ato mandate që kanë. Thuaj në njërit për tyre i gatshëm ta djegësh apo jo. Do të vendos partia thon. Me një gjuhë kineze është komplet, nga koha e ke vjetër, se kjo sot me kinezëve është ndryshe. Këtu Frok, pastaj dalim të teza jote që për fat keq duhet t'jap drejt që Partia Demokratike nuk ka nevojë më për një gjyq tjetër. Sepse shumë veta thon, a ka akoma hapësirë për një debat moral? Një debat moral brenda PD-s do të thotë që PD-s ti vlerësosh mundësitë e rilindjes saj, sepse nuk ka ne gjë të keq ti mund t'i humbasësh zgjedhjet. Puna është që reflekton pas tyre. Kjo është e gjitha, domethënë, dhe kjo që po ndodh tani pikërisht këtu sjell ujë. Domethënë, fushata e zgjedhjeve ose si më thënë zgjedhjet i kanë kthyer në qëllim vetvete. Para zgjedhjeve të bëhet një pyetje ose para kësaj rezistencë që po bëhet tani bëhet pyetje pse. Çfarë do sjell? Të gjithë e dinë se asgjë. Po, rezultati politik s'u rezultat s'ka asnjë rezultat. Domethënë, shkë që thot Bardi, do me thënë që ta sajojmë si luft, ta sajojmë si betej, të bëjmë aksione fake dhe të qëndrojmë atje në stand-by. Qëllimi i Berishës është shumë i qartë. Është i qartë për ta zvarritur problem, për të zvarritur çështjen. Dhe kjo në fakt nuk i jep shëndet shoqërisë, nuk i jep shëndet shtetit. Shtetin e zvarrit. Është njësoj si kjo që po ndodh në Prishtinë po ai është një kryeministër, ky s'është. Ndryshe do të kishte zvarrit shtetin derisa ta bënte për ta quar shtetin që dikush dal thot po e marron për 5 lekë. Po e blej unë për 5 lekë. Por ky është fenomeni. Ai ishte ndërtuar kaq mirë që prej fillimit, nuk mund ta them se kishte një projekt. Por që këta të moderuarit, të cilët vërtet, po përkëdhelen në atë mënyrë dhe po tregohet se ata që s'janë. Këta të moderuarit janë duke shërbyer pikërisht stagnacionin, janë duke shërbyer dhunën në Partinë Demokratike dhe janë duke shërbyer Sali Berishën. Janë të gjithë në shërbim të Berishës. Dhe Berisha e keni parë që është zgjuar dhe ka një pamje tjetër, do me thënë, po kupton që këta i erdhen në favor. Me thënë vërtetën, do fund e kamerë nga e pash të hënën mundu
I freskët. I kanë ardhur në favor. Ndoshta kishte qetë flokët, nuk e di. Jo, ati kanë ardhur në favor. Gjatë fundjavës. Shiko, ka dy momente. Edhe këtë nuk e di. Po që mu dukesh vërtet, mu duk shumë më i shetë. Jo, Gjose më lejon vetëm 1 minutë, 2 minutë. Ka dy momente. E para janë këta, Ali Mehmetat e Kudion Kalat, të cilët bëjnë si qingja, por në fakt pyeti po deshe. Qa ke për Berishën? Shiko... Ja, i dha drejt doktor, të vërtetës. Asë gjë s'kam për drejt, këta jetojnë... Shiko, këta jetojnë akoma më keq se sa ata të listës të mbyllur, jetojnë në perëndin e vdekur. Këta e kanë saliu në perëndin e vdekur, me atë jetojnë, me atë bëjnë negrofili, me atë kanë gjithë shka, dhe nuk kanë ndryshim për i këtyre, e para. E dyta, çfarë po ndodh, është se po e qojnë Sali Berishën deri në se këtu në PD problemi Sali Berisha, ose do kishte. E qojnë deri në pikën që të thot atyre që s'ka zgjedhje, s'janë për zgjedhje, unë nuk jap dorëheqjes. Unë jap dorëheqjen vetëm kur ka zgjedhje. Zgjedhje nuk kishte, ishin farës të tjerë. Dhe e treta, nëse keni vënë re, se këtë po e përfundoj, ky i përdor praktikisht. E pa që bëri me tabakun, kryetare e integrimit e mori e qojnë në Bruxelles, që t'i thot Bruxellit, kryetare e integrimit nuk është dakord me integrimit. Ajo është djegur, është falimentuar, ajo do jetë gjithkohës në shërbim të anti-integrimit. U dojgjërit, a? Po pa të shimit se për Shqipërinë, do të thot, për parlamentin, për Shqipërinë, për politikën, ose do rrim kundër integrimit Sali Berisha, ose nuk mund të thot më fjalën integrimit. Beko, në këtë është ideja gjithmonë monetarisht editorial. A ka më vënd të flasim për një të ardhme në Partinë Demokratike? Një të ardhme, temi, ku nuk e dia mund tjetë alternativ, po të paktën të mbjetoj të dy shifra, tjetë një nga partitë kryesore në mënë. Pasi kemi zgjedhjet e 5 lokale me gjas. Janë 5-6 bashki cilat duhet shkojnë zgjedhje, kemi zgjedhjet e 2027-ës. Pra ka sfidat forta për para partijet. Që duhet ishin sfidat e PS-s praktikisht. Një nga 2 partitë kryesore mund të jetë ajo, mund të jetë dhe me 30 deputet, edhe me 20 deputet, edhe të tjera të jenë më pak se ajo, dhe kjo të jetë vazhdoj të jetë e dyta, po me diferencë të madhe nga ai që ka pushtetin. Po çështja është, nuk ka qenë ky misioni historik i Partisë Demokratike, ka qenë misioni i saj për të qenë një nga partitë e rotacionit ose të ndryshimit politik. Këtë funksion ja humbi Sali Berisha për së vërtetës me kthimin e tij dhe e bëri më keq se çka qenë Partia Demokratike. Nuk them unë se në 2021 Partia Demokratike ka qenë aty ku duhet të ishte për të qenë partia që do bënte ndryshimin. Por ama ishte vendi i dytë i konsoliduar me një diferencë shumë të vogël me partinë që fitoi zgjedhjet. Tani çështja është këtu që unë doja të ndërhyja dhe në fakt në kohën që ishte Ali Mehmeti këtu po s'patëm kohë dhe do të them vetëm një fjali, shkurt, në stilin anglez që thuat. Berisha, prandaj thash i vonuar ndërhyrja e Berishës ose dakordësia e Berishës për të dhënë lejen që të hapeshin kutit duke intervenuar partia, duke bërë kërkesën partia. Pse? Sepse Berisha deri në atë moment e donte delegitimimin e procesit jashtë kutive. Deri tek dita e votimit. Pra, gjithçka që kishte ndodhur si manipulimi i procesit, kishte ardhur për pasojën e ndërhyrjeve të qeverisë, grupeve kriminale, narkoshtetit e kujdes çfarë. Falja e gjobave, masat që mori qeveria, pensionet e kështu me radhë, po deri tek kutit. Ama kur këta individ që me të drejtë ishin në garë dhe u vlerësuan nga votuesi shqiptar, kërkuan hapjen e kutive, këtu Berisha u step. Prandaj thash ndërhyva dhe thash e bëri me vonesë, pranoj me vonesë. Pasi bëri një bilanç, tha u mundua që dizavantazhin ta kthente në avantazh, sepse hapja e kutive nga ana e këtyre do të nxjerrte që ore zotëri, po ti çmesh të drejt kërkon manipulimin e votave, kur vetë tut janë pjesë e manipulimit të votave. Pra i binte kauza dhe ju në emisionet tuaja këtu, të paktën kemi bërë 2-3 emisione deri në kohën sa Berisha pranoi që të jepte okay. Në këto kushte Berisha tha ta kthej dizavantazhin në avantazh dhe vijmë aty tek ajo që thot Froku. Tani Berisha është dakord me Ali Mehmetin dhe me Kalat që të hapet dhe të vazhdojë numërimi, sepse do që ta bëj pis deri në fund në kuptimin i thotë, ore, kuptoni, nuk ka rëndësi të mitë apo të tuaj. Ne shqiptarët, do e thënë, përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve është qeveria, nuk ka menaxhuar ashtu siç duhet, ka bërë presion dhe atë dobësinë e numërosëve do ta kthejë avantazh, do thotë, edhe ata janë blerë, janë presionuar. Po doli se nuk doli dhe do ta thotë ajo fotografitë e ta, ja ku janë hedha kartat e identitetit të votuesve të mirë. Ato sa ata i kanë hedhë vetat. Kështu që ai, siç e kemi mësuar nga historia, ai është gati vetëm për të realizuar qëllimin e tij, të lëshojë këtë do dhe le të shkojnë në burg numërosit, le të diskretojnë këta që kërkojnë apo se kërkojnë, le të humbasi Orida, le të fitojë ai dhe historia të mbyllet dhe të kalojë në avantazhin e tij. Ai të fitojë kohën
për të legjitimuar veten në krye të Partisë Demokratike, ku realisht është ilegjitim sot, sepse e ka rrëzuar statuti, nga njëra anë dhe nga ana tjetër kërkon që të shuaj edhe ndonjë zë që mund të vinë nga poshtë lart. Landi, këta janë fiks oksigjeni i Saliberit. Por aty do të shkojnë ata, ai do bëhet përfitus. Edhe me vullnet e bëjnë këtë punë. Martin? Ata ndoshta nuk e bëjnë me vullnet. Partia Demokratike apo shpërndan përgjegjësinë, apo shpërndan përgjegjësinë e humbes, por shpërndan Baltën Berisha? Nuk e ka problem të ai. Unë mendoj që Sali Berisha e ktheu Partinë Demokratike shumë më keq se armiku më i madh i tij dhe zhgënjimi më i madh i jetës së tij, që është Lulzim Basha. E ktheu më keq se partinë e 2021-shit Lulzim Basha. Dhe pranoj edhe unë me shumë dhimbje. Keq na vjen të gjithëve, por nëse themi që në atë parti ka strategji, vetëm strategji nuk ka. E vetmja luftë që bën sot Partia Demokratike ose udhëheqja e Partisë Demokratike nuk e bëjnë për pushtetin, paktën të udhëheqësit, e bëjnë vetëm për mandatin e tyre deputetit dhe e bëjnë vetëm për një njeri. Dhe e gjithë lufta e leadershipit të sotëm Partisë Demokratike është vetëm të shërbej liderit, dhe këtë kërkon edhe lideri që kur bëri testin e parë në një takim, nuk e di çfarë ishte, e keni parë gjithë që nuk shkoi vetë në një takim, duket festa e Partisë Demokratike, ju vuri një magnetofon me këngën e Sali Berishës dhe Valle.